Maricib, Sian Love, Peko Kotaro Kankova Kuvela Andorat, Tajnikjolla Numaj e Ilostar. 5 nëntori është një datë e rëndësishme për komunitetin rom në mbar botën. Kjo ditë u shpall nga UNESCO në vitin 2015 si Dita Botërore e Gjuhës Rome, me qëllim ruajtjen dhe promovimin e gjuhës, kulturës dhe identitetit rom, si dhe për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e diversitetit gjuhësor si një pasuri e shoqërive moderne. Në këtë kuadër, televizioni Apollon zhvilloi një bisedë telefonike me Ferit Milajn, drejtorin ekzekutiv të Unionit për Zhvillimin dhe Integrimin e Minoritetit Rom në Shqipëri, Amaro Drom, i cili cilësoi këtë ditë si një moment domethënës për përpjekje drejt ruajtjes së gjuhës së nënës dhe vetdijes kulturore të komunitetit rom në Shqipëri dhe më gjerë. Gjuha rome, e cila përbëhet nga rreth 33.000 fjalë dhe 17 dialekte të ndryshme, mbetet një thesar i gjallë i trashëgimisë shpirtërore të këtij komuniteti. Edhe pse me dallime dialektore, folësit e saj kuptohen mes tyre, çka bën të mundur standardizimin dhe zhvillimin e saj më tej. Në nivel ndërkombëtar, 16 shtete të Këshillit të Evropës e njohin gjuhën rome si një gjuhë të pakicës, ndërsa përpjekjet për promovimin dhe kodifikimin e saj kanë marrë hovë pas simpoziumit të mbajtur në Zagreb në vitin 2009, ku u kërkua njohja zyrtare e kësaj dite në të gjithë vendet ku jetojnë romët. Përmes kësaj dite synohet jo vetëm mbrojtja e një gjuhe me histori të gjatë, por edhe forcimi i rolit të komunitetit rom në jetën shoqërore, kulturore dhe arsimore të vendeve ku jetojnë. Mesazhi është i qartë: çdo gjuhë ka vlerë dhe çdo kulturë meriton të ruhet.